njojë detyrë me kompetenca të plota. Prandaj do i shkos forës politike, do i shkos lëvizje shoqërore, tektonike, që vlon dhe i thot stop, se vendi pa institucione zguxon me mit, Albin Kurti ka me qu vendin edhe një 13 herë zgjedhje. Ndoshta për 5 vjetashme. 15 herë. A dim pse? Sepse po mundet. Nëse ti e njek veç logjikën e numrave, zoti Sadiku, dhe njek veç logjikën partioke, e nuk e njek sistemin, i cili thot që një president duhet me qenë bipartiak, duhet me qenë mbi grupet etnike, mbi grupet politike, mbi grupet rajonale, mbi grupet biznesore e oligarkike e çka po diune. Me njekit logjik, presidenti i zgjedh, në vërtet, pas zgjedhje, që ndoshta ditë e para të janarit. Ishin morë vesh, ishin bo një marrëveshje në mirë besim, për zgjedhur një president çfarë e kërkon sistemi kosovar. Çka duhet si kundërpish? Një kompromis shumë i vogël, që nuk ja luhat pushtetin Albin Kurtit, pushtetin qeverinë kuvend, mbi cilin e ka. Por, presidenti ndoshta i shdosht, ose me i përkit listave partioke të grupeve opozitare, ose një amun konsensual. Tash, thuhet rridje që interesant për debat, po çështja e opozitës nuk ka pas Kosova kur opozit bashku, ma s'ka asën.